Doktor. O, Petriti, është pacienti im. Urdhroni. E bëra kurin që më thatë ju, po? Tani ndje vetën fare mirë. Dua të dal nga spitali. Po, çfarë do të bësh? Doktor, do blej një biciklet me kosh. Do blej domate, do shes domate. Shumë mirë. Po pastaj? Pastaj do të çmontoj bicikletën, do t'i marr gomën, do t'i marr komerdaren, do bëj llastike të vrazoj. Dgjoj. Ke nevojë akoma për kurën. Do vish dhe një herë. Mirë? Përpafshim. Doktor, e mbarova dhe kurën tjetër. Tani ndje vetën fare mirë. Dua të dal nga spitali. Po çfarë do të bëni? Do blej një Benz Mercedes. Do blej mallra, do shes mallra. Po. Do bëhesh tregtar. Po. Po. Pastaj çfarë do bëni? Pastaj do çmontoj gomën e Benzit, do heq komerdare, Do bësh pull. do bëj llastike, të vrazoj. Mirë, dgjoj. Kam përshtypjen se ke dhe akoma pak nevojë për kurën, mirë? Po çkuri jepni doktor? Liputis këputis. Qartë. Doktor, do të bie ty një zok. O, zgjatar. Doktor, hahet bufi? Jo, nuk hahet. Sa mirë. Do t'ju bie të dyve nga një buf. Më bëne pas ka kje. Doktor, i mbarova kurat e ndje vetën fare mirë dhe e kuptoj se çfarë budallëqesh kam bërë. Ashtu? Po. Po, çfarë do të bësh? Të krijoj familje, edhe unë si gjithë të tjerët. Është ngjarje, bravo. Kam përshtypjen se u shërua. Po, të jetoj dhe unë si gjithë të tjerët. Shumë mirë, shumë mirë, shumë. Po çfarë do të bësh Pastaj doktor, do ta marr nusën, do ta fus në dhomën time. Po, normale. Po, nusja ime është ajo. Po, Ashtu është, do kemi bërë të gjithë. Pastaj do ta fus nusën në krevat, doktor, do ta xhvesh. Po, mirë. Ço, nuk ka nevojë. Do t'i heq fustanin, doktor, se nusja ime është ajo. Jo, jo, se do e Pastaj do t'i heq këmishën, doktor. Po. Pastaj di qa do t'i bëj, doktor? E di qa do t'i bëj, doktor? Leta Do t'i heq në bafje, do me lastikun, do vrazoj!